Sahih al-Bukhari. Bismillahirrahmanirrahim, të nderuar vëllezër dhe motra, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mirë se ardhët në takimin e radhës rreth komentit të shpjegimit të haditheve të Sahih Bukhariut, Allah e pasmëshiruar. Jemi edhe më tej në kitab el-Iman, në kapitullin e imanit, respektivisht tek hadithi 25 i këtij kapitulli, ku Imam Bukhariu e titullon me titullin Innal imana huwa al-amalu, imani është vepër, është veprim, imani është veprim. Pastaj tregon hadithin nga Abu Huraira radhiyallahu anhu, apo transmeton e cek hadithin e Abu Hurairas radhiyallahu anhu nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي العمل أفضل. Pejgamberi është pyetur, cila vepër është më e dashura, më e mira te Zoti? Faqal imanun billahi wa rasulih. E ka thënë, vepra më e mirë është imani në Allahun dhe në pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Qila thumma madha. Pastaj i është thënë, e cila është vepër tjetër pas kësaj më e dashur te Allahu? Ai bekuar është përgjigjur, qal el jihadu fi sabilillah, jihadi në rrugën e Allahut. Qila thumma madha. Pastaj është thënë, e cila më pas vije ja Rasulullah? Qal hajjun mabrur, haxhi i pranuar. Pra, Abu Huraira radhiyallahu anhu, ky sahabi i bekuar, tregon këtë rast, këtë ngjarje, ku ai ka qellu atë kur dikush e ka pyetur pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Kur dikush prej sahabëve, këtu nuk është sekur se kush është ai sahabi që ka pyetur pejgamberin, nuk është sekur pyetësi, por është sekur transmetim tjetër, e që është për qëllim Abu Dharr radhiyallahu anhu. E ka pyet pejgamberin, ja Rasulullah, cila është vepra më e dashur te Allahu? Sahabët radhiyallahu anhum, Zoti qoftë i kënaqur me ta, ishin shumë të përkushtuar që të mësojnë fen, që të dinë veprat prioritare, veprat e mëdha, që të kuptojnë se me cilat vepra afrohesh te Allahu më shumë. Sepse robi i cili e don Allahun, i don edhe amelet që e afrojnë te Allahu, veprat që e afrojnë te Allahu. Por kur e din se Allahu e don një vepër shumë, për shembull Allahu e don namazin shumë, atëherë robi e don namazin për hatër se e don Allahu namazin. Edhe si rrjedhoi i përkushtohet namazit shumë. Qase pune që e don Allahu dhe me të afrohet te Allahu te bareke ve taala. Kështu që sahabët herëherë e pyesnin pejgamberin sallallahu alaihi wasallam për punë të cilat janë më të mira, më të dashura te Allahu. Sahabët pyetësit të cilët e pyetnin pejgamberin alayhi salatu wassalam nuk ishin të gjithë të një rangu, as për nga ana e dijes dhe njohurive fetare, pas edhe për nga ana e njohurive të përgjithshme, po edhe as nga vendi. Disa ishin, disa kishin ardhur, kishin zbrit poshtë peshkëtetires, disa ishin të rinë Islam, disa ishin Mekas, disa ishin Medinas dhe kështu me radhë. Kishin edhe gjendje dhe situata të ndryshme. E pejgamberi i Zotit u kuptonte situatat, gjendjet e tyre, edhe emocionale, sociale, gjendjen e brendshme të jashtme të tjerë. Andaj edhe përgjigjja ishte ndryshme ndaj tyre. Secilit i përgjigjej sipas asaj që i përshtatej, që i duhej atina. Për shembull, në këtë rast,
kur është pyetur cila është vepra më e dashur, ka thënë imanin në Allahun e madhruar dhe pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. E pastaj ka thënë xhihadi, e pastaj haxhi. Tjetër atje rastet që kur është pyetur, ka thënë namazin kohën e vet. Tjetër atje kur është pyetur për cila është vepra më e dashur te Allahu, ka thënë respekti prindërve. Dhe kështu me radhë me përgjigje të ndryshme, e që kur i përmbledh të gjitha kupton, siç kanë thënë ulemat, se pejgamberi alayhi salatu wassalam me përgjigjet e lloj-llojshme apo me lloj-llojshmërinë në përgjigje ka për qëllim m'ia dhënë secilit të përgjigjen e duhur adekuate për personin në fjalë i cili e ka pyetur. Sido që të jetë, kthehemi tek hadithi konkret, ku ky sahabi i bekuar, pra Ebu Dharri, e pyet pejgamberin, ja Rasulullah, ejul ameli ahabbu ila Allah, ejul ameli afdal, cila vepër është më e dashur, më e mira, apo më e dashur te Allahu. Do në ditë, e pejgamberi Zotit ju përgjigj dhe tha, qal, imanun billahi wa rasuli, vepra më e dashur, më e mira, më e ngritër është imani në Allahun. Imanin në Allahun dhe në pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Imanin në Allahun se Zoti është hak, i plot fuqishëm, i gjithdijshëm, absolut, i përkryer, me cilësitë e tij, me emrat e tij të bukur. S'ka zë tjetër pas Allahut. Atë do të adhurojnë njerëzit, të madhrojnë, të lutën, të nënshtrohen, e tjerë e tjerë. Pra me iman, me bindje të plot në Allahun të bareke wa ta'ala. Iman në pejgamberin e Zotit, sallallahu alaihi wasallam, se është pejgamberi i Allahut, i dërguar i Allahut, është i dërguar i fundit, është i përzgjedhur i Allahut, të cilit i ka zbritur Kur'ani, libri i fundit i Allahut. Dhe se fjalët e pejgamberit janë ligj për ne. Suneti i tij është ligj për ne. Mi besu sunetit e tina, urdhrat e tina, porositë e tina. Mi u shmangë, mi largue ndalesave të tina. Alayhi salatu wassalam. Me dashtate, madje me dashtate më shumë se sa çdo kënd tjetër në dynjë. Iman, vepra më e mirë, më dashur te Allahu, është imani në Allahun dhe në pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Pastaj është pyetur thumë qila madha? E tani çka ja Rasulullah? Pra e pastaj pas imanit në Allah dhe pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, cila vepër është më e dashur te Allahu? Ka thënë i bekuar, el jihadu fi sabilillah. Jihad në rrugt të Allahut. Jihad në rrugt të Allahut. Jihad me pasuni, jihad me nefs, me trup, kundër armiqve të Allahut, të cilët e luftojnë dinën e Allahut dhe e luftojnë muslimanët e vlijat të Allahut. Anipse gjihadi përfshin edhe forma të hira, rrugë të shumta, të cilat që të gjitha konsiderohen gjihad. Sepse kuptimi i fjalës gjihad është kuptimi gjerë. Fillon nga zanafilla e kuptimit të nocionit të fjalës gjihad, e që rrjedh për gjuhd, për mundit, për përpjekjeve, sakrificës, të cilën për ndjerzve që derë dhe robi, ama me kusht që krej kë mund, kë përpjekje me qenë në rrugt të Allahut për të ngritur lart fjalën e Allahut. Për atë, gjihadi është me dije, me laps. Gjihadi është me gojë. Gjihadi është me urdhër për të mirë, me ndalu nga e keqja. Gjihad është me mbrojtë islamin. Gjihad është gjihad i nefsit. Me luftuar nefsin tënd,
me shtry vetën tënde, mos mi përgjigje kërkesave të nefsit të egos tane që bijnë kundërshtim me vullnetin e Allahut Azza wa Jall. Që është gjihad e nefsit. Zënia e dijes është gjihad. Thirrja e njerëzve në rrugt të Allahut është gjihad. Përhapja e fjalës së Allahut në kohën bashkohore nëpërmjet rrjeteve sociale, formave të tjera, mbrana xhamisë dhe jashtë xhamisë, është gjihad, apo nëpërmjet xhamisë dhe nëpërmjet metodave, mënyrave tjera është gjihad. Kështu që llojet e gjihadit janë të shumta, për mlidhen në një slogan. Çdo veprim i madh që do në mund përpjekje, e synimi, qëllimi është me përhap fjalën e Zotit. Pra, pejgamberi tha, gjihadin e dhe Zotit shumë, vepra me dashur të Allah është gjihadi, e që natyrisht me të gjitha llojet e tina. Pastaj është pyetur, cila ja Rasulullah mas gjihadit? Qal, hajjun mebrur, haxhi kabul, haxhi pranuar. E që ka për qëllim haxhi i cili është bërë me niyet të pastërt. Është bërë me para halal që ka fituar me njerëz. Pastaj është kryer haxhi siç duhet. Janë kry farzet, vajibet. I është mbrojtur prej ndalesave të haxhit. Pra ka kry haxhin siç kërkohet prej tina. E që ai është haxhi pranuar. E që shpërblimi i haxhit të pranuar, siç ka në hadith tjetër të pejgamberit alayhis salam, shpërblimi i tij është xheneti. Por mund parashtrohet pyetja këtu. Përse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e vëri e qiti gjihadin para haxhit? Mund të jetë më shumë se sa një përgjigje. Gjihadin e ka qitë para haxhit, sepse është thënë kjo thënie, kjo hadith, në kohën kur muslimanët kanë pas nevojë shumë më shumë për gjihad, se sa për haxh, sepse koha e luftrave. Të gjithë thanë po sulmohen muslimanët, po luftohen. Ose mund të jetë qëllimi, është cekur gjihadi, sepse dobia e gjihadit është më e madhe sa dobia e haxhit. Nga se dobia e gjihadit përfshin shoqërinë, ndërsa dobia e haxhit e përfshin individin, një njeri. Ose mund të jetë për qëllim gjihadi është dhënë përparësi gjihadit para haxhit, e që është për qëllim gjihadi kur është ajn, farz ajn, respektivisht kur obligohet, kur është individual, obligohet për çdo individ që është rast i veçantë. Se dhe që t'jetë, pejgamberi Zotit sallallahu alaihi wasallam këtë hadith, po tregon për veprat më të dashura, më të mira, të i madhi Allah te bareke ve teala, me të cilat robi afrohet te Allahu. Në anën tjetër, Imam Buhariu, kur e cek këtë hadith, në këtë kapitull të imanit, siç thotë el-Aini dhe të tjerë, ka për qëllim me treguar se imani në Allahun pejgamberit është njëjtë ku është amel. Dhe se ameli më i dashur te Allahu, vepra, veprimi më i dashur te Allahu është imani në Allahun dhe pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Allahu e din më së miri. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.